Miqtë të Top News, ju përshëndes, unë jam Gjoj Malcia dhe jemi me programin Breaking, do t'jemi edhe sot për rreth 3 orë live me ngjarjet më kryesore të ditës, sapo patëm mundësi të ndiqnim konferencën e përbashkët për mediat, kryeministrit Rama bashkë me komisioneren Marta Kos, ku një pjesë të rëndësishme të diskutimit e ka zënë edhe situata e krijuar në rastin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Rama është pyetur nga gazetarët lidhur me qëndrimin që do të mbajë qeveria. Ndonë se përmendi vazhdimisht një pjesë të, po themi, problematikave që ai sheh në këtë rast në kuadrin e pushteteve të ndara, sipas tij edhe në parimet demokratike, por gjithashtu dhe në parimet kushtetuese të Republikës Shqipërisë. Rama e pa me kritika pezullimin që është urdhëruar me firmën e gjyqësorit, pasi sipas tij është pa precedent në Europë, u shpreh kryeministri, që të ketë një ndërhyrje të tillë. Gjithsesi, shefi ekzekutivit tha që do të pranojë vendimin për pezullim, por nuk do të heqë dorë në një lloj forme nga betejë, po themi në rrugë ligjore sa i takon ecurisë mëtejshme. Në këtë mënyrë mbetet për të parë se si do të veprohet mëtej. Ne për pak do të kemi në lidhje drejt për drejt edhe kolegen Alkeda Shaba për të mësuar më shumë se çfarë do ndodh në aspektin procedural në lidhje me ecurinë e mëtejshme të rastit Balluku, por dihet që të paktën nga ajo që komunikoi Rama nuk do të ketë një vendim për shkarkimin e Belinda Ballukut me firmën e kryeministrit. Lidhemi live me Alketën për të mësuar më shumë se çfarë ndodh nga tjetër në procedurat gjyqësore. Alketa, të përshëndes, çfarë pritet të ndodh më tej? Të përshëndes, Gjoj, gjykata e posaçme antikorrupsion fillimisht sapo ka përcjellë zyrtarisht për mediat, duke bërë me dije se kur do të zhvillohet seanca gjyqësore në GJKK në ngarkim të 3 personave ndaj të cilëve ka një masë sigurie, konkretisht për zonjën Belinda Balluku, për Gentian Gjylin, si edhe për Eralde Lezin, pra edhe për dy vartësit e saj. Ditën e nesërme në orën 9 do të zhvillohet seanca për verifikimin e masave të sigurisë në gjykatën e posaçme, ku zonja Belinda Balluku, Gentian Gjyli, si edhe Eralde Lezin, të shoqëruar nga mbrojtësit e tyre ligjor, janë të detyruar të paraqiten ditën e nesërme në GJKK për të zhvilluar pra pikërisht këtë seanca, ku do të jetë gjyqtari Erion Çela, i cili do të bëjë vlerësimin e kushteve të masës së sigurisë të caktuar ndaj tyre. Ndaj zonjës Balluku janë caktuar 2 masa sigurie që ka të bëjnë me pezullimin nga detyra, si edhe me bllokimin e daljes, pra me ndalimin e daljes jashtë vendit, apo thënë ndryshe me bllokim pasaporte, çka do të thotë që zëvendës kryeministra nuk lejohet në mënyrë kategorike të dalë nga jashtë territorit të vendit, ndërkohë që nga ana tjetër dy vartësit e saj, konkretisht kreu aktual i autoritetit rrugor shqiptar Gentian Gjyli, si edhe drejtori i keshit Eralde Lezi, ndaj të dyve është caktuar masa e sigurisë arrest në shtëpi, dhe ka qenë një vendim pra i gjyqtarit Erion Çela, i cili ka respektuar apo ka konfirmuar kërkesën e prokurisë posaçme antikorrupsion, më konkretisht të prokurorit Dritan Prençi, i cili ka hetuar të gjithë procedurën e tunelit të Llogaras, për nga ana tjetër edhe lotin 4 të Unazës së Madhe, ku janë gjetur shkelje të kryera nga zëvendës kryeministre, njëherësh ministri i infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku, si edhe, siç thash, edhe nga 2 personat e tjerë, Eralde Lezi, si edhe Gentian Gjyli. Përveç masave të sigurisë, Erion Çela ka miratuar edhe disa kërkesa të tjera, konkretisht 28 kërkesa sa i përket kontrolleve, ushtimit të kontrolleve në disa banesa, dhe janë sekuestruar po ashtu me vendim të gjykatës së posaçme antikorrupsion celular, laptop dhe dokumenta me kërkesë të prokurisë posaçme antikorrupsion, të cilat do t'i vlejnë prokurorit Dritan Prençi, por edhe agjentëve të byros kombëtare të hetimit për të shtrirë më tej hetimet sa i përket kësaj çështje, pasi pavarësisht se është ngritur vepra penale shkelje e barazisë së pjesëmarrësve në tendra publik ndaj Belinda Ballukut, Eralde Lezit, si edhe
Gentian Gjylit, prokuroria posaçme antikorrupsion në fakt po heton edhe çështje të tjera, pra po kryen ende veprime për të parë në rast se ka shkelje lidhur me tendrat e tjera që janë kryer, qoftë që janë mbikëqyrur apo janë ndjekur nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë apo qoftë nga Autoriteti Rrugor Shqiptar. Këto janë masa siguritë të cilat janë firmosur 2 ditë më parë nga ana e gjykatës së posaçme antikorrupsion, ndërkohë që gjatë ditës së djeshme u ekzekutuan edhe nga ana e policisë së shtetit. Ndërkohë që si shtash, ka patëm edhe një njoftim zyrtar nga ana e prokurorisë së posaçme antikorrupsion ditën e djeshme, e cila sqaroi pikërisht se zëvendës ministra e Vendit Belinda Balluku ka paracaktuar fituesin e tenderit në lotin 4 të Unazës së Madhe dhe ka bërë të njëjtën veprim siç ka bërë edhe në rastin e tunelit të Llogaras, duke çka u mor dhe e pandehur në datën 31 tetor nga ana e prokurorisë posaçme antikorrupsion, pra ku u mor zyrtarisht e pandehur dhe ku u komunikua akuza nga prokurori Dritan Prençi. Ndërkohë që sa i përket Gentian Gjylit si edhe Eralde Lezit, respektivisht kryetarë SH si edhe drejtorit aktual të Keshit, prokuroria posaçme thotë që në kohën e kryerjes së veprës penale nga ana e tyre, Eralde Lezi ka qenë drejtori i Drejtorisë së Planifikimit Strategjik dhe Operacioneve në Autoritetin Rrugor Shqiptar, ndërkohë që Gentian Gjyli ka qenë drejtori i Drejtorisë së Ndërtimit dhe i Mirëmbajtjes në Autoritetin Rrugor Shqiptar. Eviz Berberi në kohën e kryerjes së veprës penale ka qenë drejtor aktual i ARSH-s. Ky fundit kujtoi që prej disa kohësh mbahet në qëllimin e paraburgimit lidhur me këtë procedim të prokurorisë posaçme antikorrupsion që bëhet fjalë po për shkret barazis në tendra, ndërkohë që Jetmira Dervishi si edhe Mirzeta Kashnica, që janë marrë po ashtu të pandehur nga ana e SPAK-ut, kanë qenë specialistë në nivelit të lartë në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë. Pra kemi të bëjmë me paracaktim të fituesit të tendrave, qoftë në tunelin e Llogaras, qoftë në lotin 4 të Unazës së Madhe. Theksoj një herë që pavarësisht se janë marrë 5 persona të pandehur lidhur me këtë çështje, prokuroria posaçme antikorrupsion po shtrin hetimet për të parë në rast se ka apo jo persona të tjerë të implikuar, qoftë zyrtar të tjerë apo qoftë të ministrisë apo edhe qoftë ARSH-s, për të parë në rast se ka patur shkelje po ashtu nga ana e tyre, ndërkohë që hetimet do të vijojnë nga ana e prokurorisë së posaçme antikorrupsion, ndërkohë që e them edhe një herë, ditën e nesërme do të jetë pikërisht gjyqtari Erion Çela i cili do të bëjë vlerësimin e masave të sigurisë ndaj të 3 personave, ndaj zotërisë Belinda Balluku si edhe ndaj Gentian Gjylit si edhe Eralde Lezit. Përveç tyre, prokuroria e posaçme më herët ka zbritur për gjykim edhe një tjetër grup personash, bëhet fjalë për 25 personave mes cilëve është po ashtu edhe kreu aktual i ARSH Gentian Gjylit, si dhe ish kreu i ARSH Eviz Berberi, të cilat janë çuar për gjykim sa i përket mbikëqyrjes së punimeve apo punimeve të kryera në tunelin e Llogaras. Pra janë vetëm për mënyrën se si është punuar në tunel, pra lidhur me të gjitha procedurat që janë ndjekur nga ana e këtyre personave, ku prokuroria posaçme ka gjetur shkelje edhe sa i përket punimeve të kryera në tunelin e Llogaras, jo vetëm për paracaktimin e fituesve të tendrit, por edhe për punimet e kryera, gjë që është një çështje pra që është ende në fazën paraprake në gjykatën e posaçme antikorrupsion dhe pritet të ketë shumë shpejt një vendimarrje për të parë në rast se ky grup do të kalojë apo jo në fazën e gjykimit, apo në rast se trupa gjykuese do t'ia rikthejë edhe një herë prokurorit Prençi për të plotësuar hetimet e munguara. Ndërkohë, atë tjetër lidhur me mënyrën se si do të procedohet, masat duken, po themi relativisht minimale në konceptin e pasaportës, por siç diskutoi edhe kryeministri, masa tjetër e pezullimit nga detyrat, paktën nga këndvështrimi i shefit ekzekutivit, duket si një ndërhyrje në parimin e ndarjes së pushteteve. Mund të ketë lëvizje të tjera nga prokurorët, duke patur parasysh dhe statusin e imunitetit që gëzon zonja Balluku, pra kanë qenë masa për të mos sënuar ose për të mos shkuar fillimisht në parlament, apo nuk përjashtohet asgjë në konceptin e asaj se çfarë mund të kërkojnë me zgjerimin e hetimeve. Duke parë, Alketa, për të bërë dhe një retrospektiv të asaj që ka ndodhur, duket se përveç çështjes së tunelit u avancua dhe në rastin e lotit të 4 të Unazës. Pra, kemi një rritje progresive të shkallës së hetimit?
Atëherë për ta nisur nga kjo e fundit, siç thash, hetimet kanë qenë të thelluara nga ana e prokurisë posaçme antikorrupsion, duke marrë shkas edhe nga aparati celulari sekuestruar më herët nga ana e agjentëve të Buros Kombëtare të Hetimit, që i përket ish-kreut të ARSH Eviz Berberi, ka qenë pikërisht celulari i tij, ai i cili ka zbërthyer një sër komunikime është bërë mes ish-kreut të ARSH me ministren e infrastrukturës Belinda Balluku, por nga ana tjetër edhe me zyrtar të tjerë, qoftë me Gentian Gjylin apo qoftë edhe me Valter Begen apo me Islamin, dy persona që po ashtu janë në proces gjykimi në gjykatën e posaçme antikorrupsion. Pikërisht bisedat kanë treguar që janë paracaktuar fituesit e tendrave dhe në tunelin e Llogaras, edhe pavarësisht se ka patur disa kompani në garë, janë paracaktuar ndjes nga ministra e infrastrukturës, e cila ka ndërhyrë, por edhe ka ndjekur të gjithë mënyrën se si kanë garuar të gjitha kompanitë në garë, dhe madje ka komunikime shumë të qarta mes saj dhe Eviz Berberit, ku në të dyja rastet, edhe në tunelin e Llogaras edhe në lotin 4 të unazës madhe, kjo i fundit flet pikërisht për të shpallur fitues një kompani konkrete. Sa i përket masës sigurisë, në fakt gjykata e posaçme prokuria e posaçme nuk ka marrë leje nga Kuvendi për masën e sigurisë, pasi nuk kemi të bëjmë me masa shtrënguese të arrestit në shtëpi apo të arrestit në burg. Kemi vetëm një masë që ka të bëjë me ndalimin e daljes jashtë vendit apo të ndryshme me bllokimin e pasaportës, si edhe me pezullimin për të ushtruar funksionin e saj, qoftë si zëvendës kryeministra apo edhe si ministri i infrastrukturës dhe energjisë. Madje gjykata e posaçme antikorrupsion ka thënë në arsyetimin e saj që është caktuar pikërisht kjo mas për shkak se ka dyshime, jo vetëm për Belinda Ballukun, por edhe për Erald Elezin, si edhe për Gentian Gjylin. Ka dyshime se ata mund të ndikojnë tek provat e prokurisë posaçme antikorrupsion, mund të asgjësojnë provat apo mund të ndikojnë tek personat të ndryshëm që mund të thrasë prokuria e posaçme sa i përket këtij hetimi, pasi siç thash nuk kemi të bëjmë vetëm me një vepër penale, atë të shkeljes së parazisë në tendra, por po hetojnë edhe veprime të tjera që mund të jenë kryer nga këta persona nga ana e organit të akuzës, dhe nga ana tjetër masa e arrestit në shtëpi për drejtorin aktual të ARSH-s dhe për drejtorin e keshit, si edhe bllokimi i pasaportës që është vendosur ndaj zonjës Balluku, është bërë pikërisht pasi ka rrezik që këta tre persona mund të largohen nga territori i vendit, pra mund të arratisen apo mund të shmangen ndoshta një masë më shtrënguese se kaq. Është vendosur pikërisht masa e pezullimin nga detyra dhe bllokimit pasaportës për zonjën Balluku, pasi jemi deri në këtë fazë të hetimeve, në rast se dhe gjykata e posaçme antikorrupsion në vendimin e siguruar edhe nga Top News ka sqaruar se është vendosur edhe masa e pezullimit nga detyra për të shmangur kryerjen e veprës penale nga zëvendës kryeministra e vendit, kryerjen e të njëjtës vepre penale gjatë kohës që kjo i fundit mund të qëndronte në këtë funksion, dhe për këtë arsye u vendos që ajo të pezullohej nga detyra, dhe bllokimi i pasaportës, siç thash, u vendos për shkak se mund të ketë rrezik që zonja Balluku mund të arratiset nga vendi dhe mund të shmanget qoftë hetime të kryer nga ana e prokurisë posaçme, por qoftë edhe ndonjë masë tjetër më shtrënguese se kaq, për shkak se prokuria e posaçme do ta ketë në monitorim dhe të vazhdueshëm qoftë zonja Balluku, por qoftë edhe zyrtarët e tjerë, për të parë në rast se do të ketë kryerje të veprës penale, të shkeljes së parazisë në tendra apo kryerje të veprave të tjera penale që mund të rëndojnë pozitën ndaj tyre, mund të shtrëngojnë masën e sigurisë ndaj zonjës Balluku, por që mund të ketë masë sigurie më shtrënguese se ajo e arrestit në shtëpi ndaj Gentian Gjylit dhe Erald Elezit. Por e theksoj edhe një herë që po hetojnë edhe tendra të tjerë nga ana e prokurisë posaçme antikorrupsion, përveç asaj të tunelit të Llogaras dhe të lotit 4 të unazës së madhe, do të shikojnë edhe tendrat e tjerë nga ana e prokurorit të Prençit, të cilat janë mbikëqyrur qoftë nga ministria në mënyrë të drejtë për drejtë nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, apo qoftë nga vetë autoriteti rrugor shqiptar, që nuk bën fjalë vetëm për kohën kur autoriteti rrugor shqiptar është drejtuar nga Gentian Gjyli, por edhe për kohën kur është drejtuar nga persona të tjerë, qoftë në kohën e Eviz Berberit, i cili e theksoi një herë që ndodhet në masën shtrënguese të arrestit në burg dhe mbahet në paraburgim sa i përket pra një fraksioni tjetër që dërgoi prokuria e posaçme antikorrupsion në gjykim. Ajo çka mbetet për të parë është në rast se do të kemi apo jo ngritje akuze ndaj personave të tjerë, apo në rast do të merren të pandehur persona të tjerë nga ana e prokurisë posaçme antikorrupsion, pasi kjo është herë e parë që ndodh pra që të goditet një nga zyrtarët më të larta në vend, pra bëhet fjalë për zëvendës kryeministren, pasi ne kemi patur edhe rastin e
Zotit Arben Ahmetaj, për në momentin që ky fundit u lëshua masa e arrestit në burg, nuk ishte në funksionin e zëvendës kryeministrit të vendit, pra është një zyrtarja më e lartë, po themi pas kryeministrit të vendit që merret zyrtarisht në akuzë dhe që caktohen 2 masa sigurie ndaj saj, për të mbetur për të parë se për të procedojë gjykata e posaçme antikorrupsion, shtetatë vetë zoti Rama në konferencën që mbajti të përbashkët me Marta Kos, është një rast i paprecedent, pra që një gjykatë dhe një prokurori të bëhen bashkë dhe të pezullojnë nga detyra një antare të qeverisë, sipas asaj që tha zoti Rama, patjetër do të drejtohen gjykatës kushtetuese dhe njëjta gjë normalisht do ndiqet edhe nga zonja Belinda Balluku, e cila mbrohet nga motra e saj Pamela Qirko në këtë çështje, pritet që ajo të ndjekë të gjitha shkallët e gjyqësorit, pra përveç vlerësimit të masave të sigurisë do të bëhen ditën e nesërme në gjykatën e posaçme antikorrupsion. Të tre këta persona kanë afat të mjaftueshëm për t'u drejtuar apelit të posaçëm ku mund ta ankimojnë masën e sigurisë që është caktuar ndaj këtyre dhe pas apelit të posaçëm do i drejtohen gjykatës së lartë, gjykatës kushtetuese, por edhe gjykatës së Strasburgut për të kundërshtuar pikërisht masat e sigurisë caktuara ndaj tyre. Është thënë deri tani që është një masë antikushtetuese ajo që caktoi gjykata e posaçme apo kërkesa e zbritur nga ana e SPAK-ut në GKK dhe më pas miratimi i kësaj mase sigurie, pra është cilësuar si antikushtetues, por si thash duhet të ndiqen fillimisht 3 shkallët e gjyqësore, GKK-ja, apeli i posaçëm dhe më pas gjykata e lartë për të drejtuar gjykatës kushtetuese dhe për të marrë një interpretim nga kushtetuesja, pasi gjykata kushtetuese interpreton vendime dhe nuk mund marrë një vendim drejt për drejt, po themi, për të shfuqizuar apo jo një masë konkrete të dhëna nga gjykatat më të ulta, pra do të drejtohet përfundimisht edhe kushtetueses për të marrë një interpretim mbi atë çfarë firmosi gjyqtari Erion Çela ditën e djeshme. E theksoj edhe një herë që ka patur sekuestrimet e materialeve të shumta përgjatë 2 ditëve të fundit, materialeve, sendeve, pajisjeve elektronike me syre celularëve dhe laptopeve për të parë në rast se prokuroria posaçme antikorrupsion do të gjejë apo jo biseda të tjera në këtë pajisje elektronike, qoftë në laptopet e sekuestruara apo qoftë në aparatet celulare, apo në rast se dokumentat që janë sekuestruar nga ana e SPAK-ut mund të ketë pikërisht pra dokumenta sa i përket tenderave të kryera nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë apo nga ana e ARSH-s që mund të çojë prokurorinë e posaçme të shtrihet hetimet edhe më tej sa i përket Tolelet Ollagarasi dhe lotit 4, çka mori të pandehur, e theksoj një herë zëvendës kryeministrin e vendit të Belinda Balluku. Kjo e fundit edhe në fjalën e saj që mbajti në parlament, që ishte herë e parë që dilte në kuvend dhe fliste pas marrjes së të pandehur nga prokuroria posaçme antikorrupsion dhe pas komunikimit zyrtarisht akuzës ndaj saj për shkelje të barazisë pjesëmarrësve në tendra dhe ankande publike, tha që nuk do të komentoj kursesi asgjë pra që ka të bëjë me drejtësinë, pra nuk do të komentoj vendimet e drejtësisë dhe as nuk do të dëgjojë ndonjëherë fjalë prej saj që do të ishin kundra drejtësisë apo një gjuhë të ashpër, po themi ndaj prokurorisë posaçme apo ndaj gjykatës. Një qendrim të tillë në fakt zonja Belinda Balluku e ka mbatur deri tani, madje edhe në kohën kur ajo u thirr në prokurorinë e posaçme antikorrupsion në datën 31 tetor, dha në fakt edhe një koment të shkurtër për mediat, nuk u shmang kur u doli nga ana pas ambienteve të prokurorisë posaçme antikorrupsion, do të bëhet për të parë se si do të jetë qëndrimi zonjës Balluku ditën e nesërme kur të paraqitet në GKK, në rast se ajo do të jap apo jo përgjigje gazetarëve nëse ka paracaktuar apo jo fituesin e tenderave fituesit e tenderave në Tolelet Ollagarasi në lotin 4 dhe nga ana tjetër në rast se do të ketë më vonë ndoshta apo ditët në vijim një dorëheqje nga ana e zonjës Balluku. Për të gjitha këto gjoj do të, si thash, do të ndjekim vjueshmërinë e seancës ditën e nesërme në gjykatën e posaçme antikorrupsion në orën 9 për të parë edhe në rast se do të kemi apo jo një prononcim nga ana e zonjës Balluku lidhur me zhvillimet e fundit nga ana e prokurorisë posaçme antikorrupsion që ngarkojnë mbi të që si thash janë 2 masa sigurie dhe akuza e shkeljes së barazisë në tendera. E qartë, Atketa, faleminderit për raportimin kaq të detajuar me të gjitha, po themi, gjetjet kryesore të prokurorëve dhe gjithashtu mbi atë se çfarë mund ndodh.